Në 24 orët e fundit, Shqipëria u përball me 28 vatra zjarri në disa zona të vendit, përfshirë bashkitë Elbasan, Durrës, Vlorë, Finiq, Selenic, Himar, Delvin, Skrapar, Shkodër, Vaujdes, Malësi e Madhe, Tiranë, Kavaj, Korçë dhe Lezhë. Në këto vatra, 2 vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa më e rënduara paraqitet situata në landfillin e Elbasanit, ku zjarri ka deportuar thellë në masën e mbetjeve, duke bërë fikjen e tij shumë të vështirë. Në vendngjarje shkuan shërbimi i MZSH të bashkive Elbasan, Carik, Peqin dhe Kamës, me 5 automjete zjarr fikse me 20 efektiv dhe 4 mjete të rënda të bashkisë. Më pas, në ndihmë të forcave të terren, shkuan edhe 2 automjete zjarr fikse me 10 efektiv nga forcat e armatosura. Në orët e vonë të mbrëmjes, situata u rëndua dhe në vendngjarje shkuan edhe 6 mjete të rënda, 5 fadroma, 1 ekskavator të bashkisë Elbasan dhe 7 mjete të rënda të subjekteve private, të cilat kanë punuar gjatë gjithë natës, por pa mundur ta izolojnë zjarrin në landfill. Ditën e sotme në terren ndodhen 3 automjete zjarr fikse me 15 efektiv të bashkisë Elbasan, 2 automjete zjarr fikse me 10 efektiv dhe 1 traktor me zinxhir nga forcat e armatosura dhe po shkojnë edhe 3 automjete zjarr fikse nga bashkitë të tjera. Sot në terren vijojnë operacionet me 3 automjete zjarr fikse dhe 15 efektiv të bashkisë Elbasan, 2 automjete dhe 10 efektiv të forcave të armatosura, si dhe pritet ardhja e 3 automjeteve të tjera nga bashkitë përreth. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, për sot pritet rrezik i lartë për zjarre në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, për shkak të temperaturave të larta që pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Në qarqet e tjera rreziku është i moderuar. Autoritetet bëjnë apel për kujdes maksimal dhe paralajmërojnë se situata mbetet kritike në disa zona.